Projekti në qendër të fshatit Kuç, deputeti Vullnet Sinaj takohet me banorët pas ndryshimeve të kërkuara në projekt. Në takim të pranishëm dhe përfaqësues të firmës zbatuese e Fondi i Zhvillimit, por dhe kryetari i Bashkisë Himar. Takimet nuk kanë munguar edhe më parë, ndërsa deputeti Sinaj ashtu si çdo herë është rikthyer dhe ka diskutuar me banorët. Ndërsa ka dëgjuar shqetësimet e tyre, deputeti ka garantuar gatishmërinë për të realizuar më të mirën për komunitetin. Unë nuk arrit do të kuptoj i kujt është një dyqan apo i kujt është dyqani tjetër. Unë takoj banorët. Banorët më thanë, deputet, këtu po bëhen punime dhe nuk jemi të qartë se çfarë punime po bëhen. Nuk ka të afishuar një projekt në shesh. Të dim se çfarë punime do bëhen, nuk dim çfarë tubi do shtruat, nuk dim se çfarë do bëhet me fasadat, nuk dim çfarë do bëhet me rrugët. Okej, çfarë donim që të punimet të ndërpriten derisa të vi Fondi Shqiptar i Zhvillimit të na sqaroj. Ashtu si dhe u diskutua dhe u pranua se ndryshimet janë bërë dhe gjithçka tjetër që nuk është mbuluar nga fondi do të realizohen nga bashkia, premtim ky i ardhur në takim nga kryetari i Bashkisë Himar Vangjel Tavo. Ndërprerja e projektit nuk është mirë për projektin dhe për fshatin. Të vazhdoj projekt duke korrigjuar gjitha këto që thanë djem çunat që erdhën nga Fondi i Zhvillimit. Dhe këtë të ujrave të zeza të bëhet me perspektivën e një projekti tjetër për të përfunduar qoftë edhe me investimet e bashkisë, qoftë edhe me fondin, se fondi këtu do vazhdoj, nuk do mbyllet me kaq. Sot janë planifikuar nuk e di sa fasada. Kemi bërë një kërkesë për të plotësuar gjithë kërkesat, edhe dëshirat po e quaj, të shumë njerëzve këtu për ta kompletuar këtë projekt, sepse sipas mendimeve që kanë njerëzit që unë kam takuar, ky projekt nuk është i plot. Atëre, keni parasysh që edhe në fshatat e tjera që është bërë, sotira është bërë gjysma tjetër është loti i dytë. Ktu unë nuk pranoj të quhet lot, sepse unë që në fillim kur fillova edhe me rrugën e Tërbaçit dhe me Vranishtin kam thënë nuk ka lote. Fillon, mbaron. Takimet për projektin në sheshin e fshatit Kuç, deputeti Vullnet Sinaj garanton dhe siguron banorët për zgjidhje të shqetësimeve dhe kërkesave të tyre.